kështu si ja bëjon, secili ja bën siç e ka, siç ka eks me ato eksperiencat e veta. Edhe kësaj ja ka të vendos. Një buk. Edhe kjo e ka hangër vetëm sepet i ka ngel. Po nuk dua nxjerr buk me i pas se çfarë buka janë, se nuk do i bëj më reklama falës. Vetëm kur të më pagujnë. Ja edhe kjo. Dhe polisteroli ka një 10 blet, po me thënë unë se du t'ja kisha heq një melon më pak, se unë i mbaj kështu sa më mirë, rrinë sa më ngjeshur, edhe më pranverë pastaj direkt ja vendos kornizat, ja vendos katin e dytë dhe ngrihet. Unë këtu jam durë, se kam thënë 100 herë, po dhe shoh që ka të rinë gjithmonë që më vjekin. Korniza e fundit. Korniza e para fundit. Dhe pse po punojnë këtu po punojnë dhe kanë akoma për të mbledhur. Nuk është akoma që u mbyllën edhe nuk do mbledhin më ato. Se shumë nuk e kuptojnë këtë pjesë. Ose në për zona që jeni ju tek shumica që është ndryshe koha, është më ftohtë si në Kosovë që më thonë është 10 gradë. Bie natën bie akoma më ftohtë se 10 gradë, poshtë 10 gradë. Që normal që është gjë tjetër. Nuk është si këtu në Durrës ku jam unë. Se kur i thash unë kam bën ndarje, u bën nami andej. Jo thotë s'bëhet ndarje. Edhe kjo është me ushqim. Ja këtu pas ka pak pilli. Nuk e di se sa duken, se nga njerë duket sikur janë bosh, por deri në fund është plot. Këtu e ka bën një rreth vogël me pilli. Për mendimin tim ka të bëje shumë kjo pjesa e ngushtimit, që të rrim blet sa më ngushtë. Edhe këtu ka pilli. Këtë ensore e ka mbush me polen me nektar. E njëjta është edhe nga krau tjetër dhe me pilli. Më shoh. Është nga pesha e shoh se janë goxha të rënda kornizat edhe këtu i bie që kanë mjaftueshëm ushqim. E njëjta edhe kjo ka pillin mes. Edhe këte edhe po sillin dhe pak polen. Kjo korniza shumë e zezë, të vitin që vjen do të me heq me shkri. Se pas kem shënu se çfarë vitit është. Kështu i mbaj unë tani mbrapa, kështu të rrinë të ngjeshura si. Nga drejtë nuk e pashte kjo, është e pashënume, po mjafton që pa në pjellë editore. Edhe pjellë editore kur të shikoni nga njëra, janë të rregullta apo jo se ndodh tek në një që vazhdon pjellin, ja dhe këshenjë kam të drejtë. Vazhdon pjellin bleta punëtore dhe ju se merrni dhe shish. Edhe grez dhe kemi këto të voglat sa dush. Kush nuk ka le të thotë që t'ja dërgojmë dhe një me post. Ma mirë nuk bëhet. Të shojmë në i koment njërë dhe hapim dhe i tjetër. Desha të hap një nga ato që kanë
I ke të mosur sepse morrat mi kanë mbyt 2 copë. Thot ky. Unë nuk e përdor atë të mosen. Unë përdor më shumë të kam përdor shirita edhe me spërkatje që kam bën verës. Për zotin janë super ato ndarje. Ta kishë pa çarpilli kanë bos, ju kanë bë video se thash do më marrin mësysh këto tipat që thonin nuk bëhet, po mashallah çarpilli kishin bë, mashallah kam thonë 100 herë. Po kuj dihet mbase në vazhdim nëntorit ose kur të vazhdojmë mi bo atë me acid oksalik që alqim me sheqer radikal si e quajnë disa, se tani duhet me i marrë për shtatë se si i quajnë disa, mua thanë dhe unë se pastaj thonë jo nuk thuhet kështu, po thuhet kështu. Do e shikoni se si është gjendja. Por e më kafshojnë si më kafshojnë. Më kafshojnë të knaqin. Po fakt ka ca kohë gjatë se s'm kanë pisku dhe e kam harru se si është. Si është djenje e dhimtës, po çaj bala, duket se e bllokova kamerën e pa e kam kthyer. Po megjithëse jemi live se dua t'rregoj ata atje, se nga kjo pa ta marrë një ndarje. Ta shohim që se ka meshkuj apo jo, kjo ka qenë 2 katë. Shohim a ka më meshkuj sepse ka këto tjera që i pash ishte meshkuj, ta shohim atë kjo megjithëse jemi live se kura bëjnë ai video thonë kush e di se kur e ka bo. Ta shohim a kemi në i mashkull apo i kanë mbyt. Se këto koshere si që shini nuk janë kështu të zakonshme nga këto që i bleni, këto janë nga 3-4 cm trashë, shumica për i tyre. Në këtë rast t'i heqë edhe këto shiritat që ja kam lënë. Kjo besoj se do ketë pak nevojë për bukë, m'ja vendos dhe një bukë sot. Se herën e kalume që ta bo kontrol nuk e pa ta lënë dhe në është gjendje të mirë. Si që jetë është me 10 korniza, edhe me 10 korniza i ka me flet. E para pas ka ushqim. Vetëm tani siguroni që mos me mbit as një blet, se gjënat me mbit. Kjo është e dyta. Është mirë me ushqim, mashallah. Nuk e di a duket bosh atje apo duket që shkëlqen. Dhe imagjino para 15 ditë kur i kam vendos një bukë edhe kësaj kam marrë dhe ndarje nga kjo. Ato ndarje që kam tregu njëra nga ato, sepse kanë qenë me tak, miz. Këto janë ato 2 kaçe që janë qenë me 10 rrugë dhe ju kam marrë. Inshallah ushqim ka. Ajo që desha të shohim për meshkuj, edhe e gjem në një sot këtu. Se te kjo pat meshkuj goxhat herën e fundit që i pa ta bo kontrollet që bën edhe ndarjet, se unë nuk është të bëj ndarje po s'pash që ka meshkuj. Dhe pse meshkujt shumicën e rasteve, si që thonë dhe shumica e bletarëve, mbretëreshat frekuentohen me meshkujt e parkeve tjerë, vetëm në të njëjtit park. Kjo nuk e dia a duket nga atje, po janë të dalë komplet mbretëria, shkojnë çarpilli si ka pas. Meshkuj nuk po shoh. Kot si nuk ua tregova tek ato tjera.
Ja dhe kjo është me pjelli. Se disa dallohet, po pjellin e kemi nga këtu e deri këtu. Komplet pjelli e vullosur. Ja dhe kjo është dhe mbretresha. Nga se është largë, mbretresha nuk para duket. Mblet janë super qeta. Asë nuk hynë punë fare t'i musja. Po me sa shumë meshkujt i pas kanë zirë jashtë gjithë këto se. Se kjo i ka meshkujt gjigant, po sot s'po shoh asnjë. Me sa shoh e kjo i kanë zirë jashtë. Kësaj do ja vendos një bukë sot, sepse ka shumë pjellë, i ka kornizat set and set. Se unë prandaj bëra ndarjet si ishte kot, ta leja unë me 14 rrugë mizë. Dhe me gjithë këtë pjellë që bën kjo, dhe pa i dhënë as ushqim, as i gjën shkrinë se në shpjellë nga këtu edhe këtu. Ja dhe tjetra, nuk e di se sa duken. Me 2 nëntorë. Me 2 nëntorë shikoj se çfarë pjellë ka bërë. Të po mundohem që mos t'i ushqej hiç, se ja dhe këqenka. Ja dhe këqenka një nga këto bobat. Bobi kuq. Shifni se sa është ky mashkull. Se tani janë shumë të rralla, e dihet se tani janë shumë të rrallë, po para 15 ditësh kur ta bën ndarje, unë normal që kishte më shumë. Ja. Me 2 nëntorë. Me 2 nëntorë shikoj se sa është mashkulli. Kështu që kush e don, e shesim 25 euro një. Çmimi i arsyeshëm. Një përdorim që janë, amba besoj se mbretresha do jenë super të kënaqura nga ky bosi. Kështu që ju që s'keni meshkuj në për zona, më kontaktoni në privat. 25 euro një bashkull. Nuk e di se sa duket, besoj se duket apo jo. Se s'është të komentu asnjë tani. Shikojeni sa i bukur që është. Me 2 nëntore, mirë që jemi live, po nëse na njëri din me i bëna screenshot që të baqoje se kur ta postoj pastaj atje në Facebook nuk më besojnë që ka meshkuj. Kështu që 25 euro një mashkull. Po që se di njëri mi bëna screenshot që ma dërgoje pastaj në Instagram. Se kur ju them unë që ka meshkuj në nëntore deri në mes nëntorit nuk e besojnë. Kjo bëhet fjalë, shikoni se si është. 10 rrugë ti ka plot me mizë, plus e kam nxjerrë dhe një kornizë jashtë se s'kishte ku me lënë. Meshkujt janë on top. Në gjendje perfekte. 6.3. Iku. Shkoj e tek ku do vije të futet tani aty tek. E shikoni ku po fluturon ja. Erdhi, u fut tek kusherja. Kështu që është shumë e thjeshtë, por nuk keni pse bëni jo s'ka, nuk di. Si askush nuk e di të gjitha. Ju mund ta dini tek parku juaj se çfarë bëhet, po jo tek unë. Apo tek ndonjë tjetër. Ja do shohim ndonjë tjetër, dhe pse janë të rrallë tani. Ja dhe kështë tjetëri.
Ky që nga i zi. Ai tjetri ishte i kuq, ky që nga i zi. Është në gjithë të gishti im sepse është gjithë propolis. Meshku i kemi meshku. Po ky kuqi është nga që është bukfast. Dërsa ky i zi u del sepse nuk është se frekondohen vetëm me të njëjtin meshku, ja dhe tek që kanë dhe 2-3 tjerë uhu. Pas kanë ardhur gjithë te kjo korniza këtu. Prit ta marrim telefonin nga afër. Sepse kjo Ja tek janë meshkujt. Të 3-4 janë bashkë. Shpresoj që duket qartë, ja tek I keni meshkujt me 2 nëntor. 1, 2, 3, 4 meshkuj kemi dhe me 2 nëntor, kështu që I keni okazion. Kush do me I blej 25 euro një. Kështu që çmim më të mirë nuk keni ku të xheli, kështu që mos më thoni kot pastaj se s'ka meshkuj, unë po nxjerr ti shes këto pak që kanë ngel. Dhe se duket, shikojeni se sa është. Janë meshkuj gjigant, nuk janë nga këto lepërushat e vegjël. Ja dhe tjetri. Besoj se duket shumë qartë, që meshkuj kemi edhe janë gangstera. Po mashkulli shikojeni e mallësinë e trupit, sa është një mashkull dhe sa është një blet. Dallohet edhe nga sytë edhe nga trupi, është super më I madh se një blet punëtore. Shive si është si pilot. Ja, shikojeni sytë si është duket, si duket mashkulli. Ja tek është. Iku. Përderisa ngrihen dhe në fluturim e ikin kështu, këto janë gati për çiftëzim. Kështu që se keni ndonjë mbretëresht pa frekonduar, më thoni që dua sjell. Po di se ku më e kthi këtë kamerën më, se s'po e marr vesh se ç'jam të bë. Nice. Besoj se edhe me meshkujt I pat që janë në gjendje, për ato tipat që thonin se s'ka, zbohet, unë ju them se çdo gjë bëhet. Thjesht duhet ta studioni se kur është momenti I duhur tek zona që jeni. Dhe çdo gjë bëhet. Dikush që gjithmonë ju thotë nuk bëhet, mos u merrni me atë njeriu, kam thënë shumë herë. Më mirë gaboni edhe I mësoni, e shikoni vetë, se të ecni gjithmonë me të sigurt. Kjo nuk ka shumë ushqim, ti jemi realista, nuk ka shumë ushqim. Ka ushqim të hapur, nuk e di se sa mund duket si shkëlqen, ma nuk ka shumë ushqim volosur. Nuk e di a duket apo zduket. Nuk ka shumë ushqim, prandaj u desh që unë ta ulja me një kat të bëja një ndarje dhe tjetrën e kam dhënë me kaq shumë mizë. Që unë nuk është se kam me I gjo me ju të regun fagurëm sa hyna kot live, se tani për momentin thjesht kush I shet që s'ka në ushqim duhet m'ju vendos në I buk, duhet mi sistemu me I pa kosheret se nëse fusin lagështira apo jo me jazvendësu sa jemi akoma në kohë, nuk është se ka në I gjo me bot tani këtë muaj. Unë po pres muajin tjetër që t'va bëjmë dhe një trajnim për varroa. Nëse jeni në për zonat ftohta, mos ju vendosni shërbet në asnjë mënyrë, vetëm bukë. Edhe shpresoj që të keni sukses sa më shumë në çdo punë që ta bëni. Inshallah, nuk e di a duket. Kjo normal që me gjithë këtë koloni, kjo merr jashtë, po duhet m'ja dhënë dhe unë pak një bukë sot, dhe një bukë mas njave. Ose ka mundësi që t'ja marrë një kornizë me bletë të reja dhe ta shkundin tek ajo
tek ajo kolonia e vogël. Po për ta bërë këtë, unë duhet pak punë atje sa më shku mi sistemu vendin dhe pastaj me avlan. Se kjo është ajo që bëj, unë s'kam se ta dimëroj me 10 rrugë mizë. Për çfarë arsye? Kjo në pranverë del shumë shpejt e merkatin e dytë, edhe varet se si është koha, se këtu ndodh ai gabimi, që thotë, i dimëroj me 10 rrugë edhe i kam gati. Po varet nga zona ku jeti më shok, se nuk ja vendos dot katin e dytë kur mund t'i duhet. Ti një javë po ta shtysh, vazhdon me çibuk, vazhdon me rojitje dhe ke problem pastaj. Shumë më mirë le me 8, siç i kam unë shumicën e bleve që va tregova, janë gjitha me 8 rrugë, me 7 rrugë, me 7 korniza. Kërse me lën kot me 10. Këto e ndihmojmë ato që janë më të vogla. Bateri paskmi, po ne që jemi këtu në zema, ngordhi, a mund t'i vendosim shërbet tani? Po jo, pra s'mund t'i vendosë shërbet. Merë buk, ke buk që janë për në zemën. Nuk jam t'ua tregu tash se edhe ke buka që po ta vendosëm para 15 ditë ka qenë për në zemë. Unë nuk është se pash se kishte ndoj probleme në zemën, po thjesht t'ua vendosë. Edhe ke erdhi një grenze e vogël, u fut këtu tek bletët. Kështë vendosin e i bukë, nëse vendosin e shërup që si jeni në për zonat e ftofta. Po kam thënë shumë herë. Po tash që po e mendoj, po ja marrim një kornizë kësaj dhe t'ja japim asaj bletës atje, një nga ato nukleusat e veqit. Po do më duhet mere kamërën këtu e ik atje, mere ik. Plus jam po windjerës, duhet me ik me undru edhe pastaj marrë me e bo këtë veprim. Kështë ma mirë po e mirën për më. Dhe kismet herën tjetër do a bëj një video të kato kolonit e vogla që unë i pata nda me 23 tetor. Me 23 tetor patën vazhdu pjellel, po unë i pata nda më përpara, i pata nda me 18 me 19 tetor. Nga 2-3 ditë para se dilin për treshat e reja. Unë këtu jam në Durrës. E besoj se e patë se si është gjendja, se atje në Facebook më shumë janë shumë bletarë të vjetër që në moshë edhe ato nuk i besojnë kur një them se janë gjendja kështu me bletëve të mia këtu. Dhe pse va them se janë në Durrës në për zona ndryshme ndodhin gjëra të ndryshme, nuk e beson asnjëri për atyne. Gjithsesi po e mbyllim këtë. Këtu u alej më shumë thjesht për aerosi, se kote kanë, se nuk është se të bëjë hedhë më ushqim mund tyre. Këto thjesht i alem për vendilim që qarkulloj e pak ajri, dhe pse nuk e dija kam tregu këtë poshtë, janë vetëm me rjetë, nuk është se ka